Fillojmë me fjalën më të bukur që ka kjo dynja. Ar-Rahman, i gjithëmëshirshmi Allahu. Mendoni pak. Allahu ka hap një sure me emrin e tij. Dhe kjo nuk është bre rastësi. Allahu është mëshira pa kufi, që na rrethon gjithmonë dhe që nuk i lën krijesat e tij pa kujdes. Mendoni sa mirë është që çdo frymë që e marrim, çdo hap që e bajmë, çdo bekim bereqet që e kemi vjen prej tij Allahut. Qa do të kishte mendohë sikur mos t'ishim në kujdesin e Allahut? Allahu na rujt. Dhe pas çdo dhurate, Allahu na thot: "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban." Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Mendoni sa fuqishëm na kujton Allahu që ne t'jemi mirënjohës. Një nga dhuratat më të mëdha që na ka dhënë Allahu është Kur'ani. Allahu thot: "Allama al-Qur'an." Allahu ua mësoi Kur'anin. Mendoni pak. Ta mësosh fjalën e Allahut, ta kuptosh kuptimin e saj, kjo nuk është bre gja e vogël. Kur'ani s'është vetëm një libër, është dritë nur për zemrën, udhëzues për shpirtin, që na tregon rrugën e drejtë dhe na paralajmëron për gabimet. Çdo fjalë e Kur'anit është një kujtesë e fuqishme e mëshirës rahmetit Allahut. Por mirësitë e Allahut nuk ndalojnë këtu. Ai thot: "Khalaqal insan." Allahu e krijoi insanin, njeriun. Allahu na krijoi me trup të bukur, me mendje të zgjuar dhe me shpirt të ndjeshëm. Çdo frymë që e marrim, çdo mundësi që e kemi për të jetu, për të mësu, për ndihmu tjerët, është dëshmi, provë e mëshirës së Allahut. Të mendojmë këtu. Nuk jemi thjesht krijesa. Jemi veçu me dhurata të jashtëzakonshme. Dhe më e bukur nga gjitha këto, cila është? Aftësia për të folur. Aftësia për të shprehur atë që e ndjejmë. Allahu thot: "Allamahul bayan." Allahu e mësoi të shprehurit e qartë. Allahu ja mësoi këtë njeriut. Mendoni sa e çmueshme është kjo. Sa bukur është kur mund ta themi atë që e ndjejmë, atë që e mendojmë, atë që e kemi në brendësi. Kur mund ta ndihmojmë dikë me fjalë të mira. Kur mund ta falenderojmë dikë, të jemi mirënjohës ndaj dikujt e ta falenderojmë Allahun me zemër e me gjuhë. Pa këtë dhuratë, shumë gjana do të mbeteshin të fshehura dhe të pa përjetume. Allahu na mësoi të folurit. Të respektume, të nderuam, kur mendojmë për këto dhurata, Kur'anin, krijimin ton dhe aftësinë për të komuniku, për të shpreh, zemra jon mbushet me falënderim, hamd. Le ta përdorim çdo dhuratë të Allahut që na ka dhuru Allahu për të bërë mirë, për me i ndihmu tjerët dhe për të jetu me zemër çiltërt, me zemër të pastërt. Sepse çdo frymë, çdo mundësi për të bërë mirë është një thirrje për mirënjohje dhe veprim të drejtë. Prandaj, le të jemi mirënjohës. E para kjo. E dyta, të dërueshëm.
dhe e treta të përkushtuar.